Treni mendojnë që ruan gjitha standardet dhe se për që në tren me nivellet më të larta dhe në vitet e të fundit të prodhimit, sepse është një linjë e re, rrjedhimisht kërkon edhe një tren me gjitha parametrat si estetik, por edhe po themi edhe nga ana komoditetit që ai do të ofrojë. Mungesa e një transporti hekurudhor funksional sot nuk shihet më vetëm si një problem infrastrukture, por si një çështje që prek drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve. Dobësimi i këtij sistemi ka sjell rritje të trafikut në rrugë, ndotje më të lartë të mjedisit dhe një varësi gjithnjë më të madhe nga makinat private. Ndërkohë, në shumë vende europiane, treni po rikthehet si një nga format më efikase dhe më ekonomike të transportit publik, si edhe për lëvizjen e përditshme, ashtu edhe për zhvillimin e qëndrueshëm. Në Shqipëri, pavarësisht projekteve dhe premtimeve të përsëritura për modernizimin e linjave hekurudhore, ndryshimet në terren mbeten të kufizuara dhe të ngadalta. Për qytetarët, realiteti mbetet thuajse i pandryshuar, stacione të boshatisura dhe një sistem hekurudhor që ende nuk ka rifituar funksionalitetin e tij të plotë.